A lodhen qytetarët me 16 vite me të njëjtin kryetar? Jo, nuk lodhen, edhe është shumë absurd me thonë duhet më kështu rezultati i punës, e jo rezultati i lodhjes me një fytyrë publike. Më thonë, nëse qytetarët janë të kënaqur me punë, ata kanë dëshmu me votim se janë të kënaqur me punën time edhe të ekzekutivit, më thonë, kanë tregu që s'janë lodhë. Tash ka kundërshtar politik që nuk kanë qef me të pa në garë edhe mendojnë që je pengesë për realizimin e ambicieve tëne, po kështu është kjo gara zhvillohet në teren luftë politike. Ato kanë 4 vjetë kohë me mendu, me gjetë alternativa, me gjetë njerës që munden me sfidu kryetarin, që është jashtëzakonisht kështu i përkushtuar për mi kry punë, edhe ka një vullnet të madh për me realizu ato objektivat që mendon se duhet me i realizu ky qytet që është në zhvillim e sipër.